Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje të caktuar ndaj tij nga apeli i GJKK-s. Berisha gjatë një prononcimi për mediat u ndal tek vendimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor për gjyqtaren e GJKK-s Irena Gjoka, çështje së cilës kaloi për shqyrtim në Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë. Sipas Berishës, Irena Gjoka, e cila është edhe gjyqtarja paraprake e dosjes Partizani, duhet i ishte ndërprerë mandati. Gjëja me votat e Ylka Rupës, name and shame, është ajo që thotë idioma angleze, emroj dhe turproj. Këta turp nuk kanë, po unë do t'i emroj, këtu do t'i emërtoj. Me votat e Ylka Rupës, Ridvan Hados, Markelejn Koçaj, Emona Muçi, Klodian Kurushi dhe kreut të tij Ilir Rusi me 6 vota refuzuan apo vendosen mos pranimin e nisjes së procedurave për verifikimin dhe shpalljen e papajtueshmërisë së mandatit me famozen Irena Gjokaj. Miq, të dashur qytetar dhe qytetare, këta persona të cilë shkelmojnë mbi një zinxhir, mbi një seri dokumenta zyrtare, shqiptare dhe ndërkombëtare, dokumenta të cilat i ndërpresin automatikisht mandatin Irena Gjokës, këta janë më kriminal se vetë Irena. Sa për djeni, Irena me 5 mbiemra është një shoqe në shpirt me lindën e Surrelit, përveç se këshilltare e Gysagasit. Berisha e cilësoi vendimin e KLG-s si një trup njerëzor në qeverinë e gjyqësorit. Berisha shtoi se shkeljet e kryer nga Irena Gjoka janë paraqitur institucioneve të drejtësisë në rrugë ligjore dhe me dokumente zyrtare. Vulat apostolike, duke mohur formularën zyrtar të këtij shteti, do të thotë je bashkautor në këto krime. Ndaj dhe e them këtë, pse e them? Sepse kjo nuk ndodhë të kur, nuk ka ndodhë kur, në historit sa do absolutisht të palavdishme të KLG-ve të kryesuara nga presidentet se nuk i mbrojnë defekte që kanë patur. Berisha shtoi se KLG ka deklaruar se nuk është organi kompetent dhe se çështja i takon ILD-s, por sipas tij, KLG-ja nuk ka marrë vendim që çështjen ta dërgojë në Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë.